më ka befasu me përkrajën e ti se na e dim që mashkujt burrat nuk janë të ndishëm sa jemi ne, gratë. Edhe komendu që mbas disa mujve që kemi qenë bashku, ne jëmë smu, komendu që kemi munda. Po, ka pas periudhë, për shembull unë e kom pas para 10 vjetë një periudhë shumë vështirë që e mballafaqu me një smundje të keqe. Edhe aty e kom pa që liraku me të vërtetë më ka përkra, edhe ka qenë gjithmonë pranë mije. Edhe prej atëherë kom fitu besimin të liraku, do me thonë, edhe të mjeku për dhëmë nuk shkoju në mu pa ta, fatkeqësisht, edhe analizat mi bo, do me thonë, do të ky marrë me mu, kom shumë besim, nina shumë e sigurt kur liraku është me mu. Kemi kalu shumë senet vështira, edhe për që ato une e kom fitu besimin të liraku, nuk e plotson kërkush vendin e ti sa i përket sigurisë që une kom afër ti. Pra kë ballafaqim fatkeqësisht me sëmundje pas ka qenë krejt në fillim, kështu që ju ka bo që me fituat besimin dhe përkrahjen. Më ka befasu me përkrahjen e ti se na e dim që mashkujt burrat nuk janë të ndishëm sa jemi ne, gratë. Edhe komendu që mbas disa mujve që kemi qenë bashku, ne jëmë smu, komendu që kemi munda. Po ka ndodhe kundërta, në shkurt, me 14 shkurt, për më duket ka qenë në kohën dita dashuruarve, më ka thonë që na po martohemi. Qaj më ka befasu shumë, se zakonisht burrat mashku nuk dojnë përgjithësi, largohëm prej problemit, qaj ka qenë momenti që te unë i ka fitu shumë pojena. A i këmë shpenzu pojena ta lo? Jo, alo, miri. Ti zemra, alo. Miri.